Sidoqoftë në këtë kontekst, prania besnike e Partisë Socialiste nuk mund të jetë as zyra e Punteros Argentinas, as Portel Ankesash dhe as një kopje shqiptare e ritualit Singaporit apo një tentative dështuar nostalgjike për partitë e masave të shekullit kaluar. Ajo duhet marrë prej përvojave të tjerëve mësimin, për pa trashëguar smundjen dhe duke ndërtuar metodën e saj. Pranin pa klientelizëm, dëgjimin pa teatr, organizimin pa burokratizimin, ndihmën pa kushtin dhe digitalizimin pa robotizimin dhe as kapitalizimin. Dhe këtu vjen një pyetje që me siguri mbase askush nuk e bën në këtë sallë, po e bën njerëz që janë duke na ndjekur. Po pse doni të qëndroni ju akoma më gjatë? Po pse s'ju mjaftojnë juve gjithë këto vite? Po pse nuk e kuptoni që është koha që të thoni boll dhe t'ja lini vendit të tjerëve? Ose edhe më shkurt mund mos ta bëjmë fare si pyetje, po ta shprehejnë copë si dëshirë apo si urdhër, gjë që zëre se po i lexoj në komentet që bëjnë, po çfarë më gjatë, po inshallah vdisni një orë më parë dhe ju hapni rrugë të rinjve, po çohuni që aty dhe shkojnë nëpër shtëpia, se sjeni vetëm ju këtu. Tani pyetjet janë legjitime, dëshirat me zë të lartë dhe urdhrat kështu në ajër janë shprehje lirie, kurse mallkimet dhe sharjet unë nuk i konsideroj sepse janë konflikti shumë fisht interesi. Por do shtoja diçka që pas 13 vjetësh në qeverisje, pse doni të qëndroni akoma, është ndoshta pyetja më legjitime që mund të na bëhet. Por këtu duhet ndajmë dy gjëra që nuk janë e njëjta gjë. Njëra është pse nuk largohemi ne sot. Tjetra është pse duam ne ta meritojmë vazhdimsi nesër. Spari duket e çuditshme që duhet thënë, por me sa duket thënë që kjo është demokracia dhe një parti politike as nuk e trashëgon dot timonin e pushtetit, as nuk e ka pronë me testament, po as ka të drejtë ta lëshoj rrugës sepse disa të tjerë duan ta ngasin vetë makinën e pushtetit. Partia Socialiste ushtron pushtetin sipas kushtetutës për aq kohë sa populli ja ka dhënë dhe për aq kohë sa ka votat në kuvend për të bërë ato për të cilat është zotuar përpara popullit. Ata thonë se flasin në emër të popullit. Madje pretendojnë se janë vetë populli. Ne jemi populli, dëgjoni popullin, ka dalë populli, por që t'jemi të qartë me ligj dhe me zakon, as ata nuk janë populli, as ne këtu nuk jemi populli, dhe as një individ, kushdo qoftë, apo grup, kudo qoftë, nuk është populli. Të gjithë jemi vetëm pjesë të tij, mund të përfaqësojmë popullin ose të flasim në emër të popullit vetëm nëse ai na e jep këtë mandat sipas kushtetutës.